Shkolla si shkollë ka lind para 2 viteve. Ideja ka qenë që për shkak nevojave që janë të mëdha, kërkesat mëdha, që familjar kujdesen për dikant vetin në shtëpinë e tyre, ka qenë ideja që na t'ja mundsojna një lidhje në punësim. Kushti është që këta ta mbarojnë kursin te na, punësohen dhe të kujdesen për familjarët e vet. E këtu ka lind ideja për arsye se jetojnë dikon 250.000 sipas letrave në Zvicër, po janë ndoshta edhe shumë më shumë, edhe kanë nevojë, domethënë, për një mbështetje, jo vetëm mbështetje në shkollim, financa, po sidoqoftë mi integru në jetën e përditshme në Zvicër. Ky është fati jonë që kemi kaq shumë shqiptarë në Zvicër, që janë kaq shumë aktiv dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin, e kanë gjetë njëri tjetrin dhe është një plus i madh për neve që kemi kaq shumë njerëz që janë aktiv, sidomos në 7 vitet e fundit. Nevoja është e gjithë njerëzve që jetojnë këtu, pa më parasysh shqiptar apo çka janë, po na e kemi gjetë veten ato se na jemi si kompani në vende ndryshme të Zvicrës, kantone ndryshme, diku në 8 kantone ndryshme, dhe vetëm për nevojat tona ja ka vlerë. Domethënë kemi dikun për momentin afër 300 pacienta që kanë nevojë për këtë ndihmë, dhe këta pacienta ose familjarët e tyre do të me kry këtë kurse. Vetëm i mbulu nevojat e tona ja ka vlerë. Vlen me cek që prej vitit kalum, kur kemi filluar në mars vitin e kalum, deri me sot janë dikon 172 persona që kanë mbaruar kursin te na. Është vetëm një kurs që ofrohet që zgjat 12 ditë prezent edhe 4 ditë prej shtëpie. Është vetëm një kurs që është si ndihmës, që nuk nihet në Kosovë ende kështu si punë e rregullt, po këtu në Zvicër po. Temat janë me ndihmu prindit ose dikoj për pastrim trupit, për veshje, edhe për ndihma ditore që ka nevojë në shtëpi. Ja, die Idee war, pflegende Angehörige zu unterstützen, ihnen Hilfen und Möglichkeiten zu geben, ihre Angehörigen, ihre Krankenpflegeangehörigen zu pflegen und ihnen zu zeigen, wie funktioniert eine gute Pflege. Und des Weiteren ist natürlich auch, dass vom dem Gesetzgeber gefordert wird, dass pflegende Angehörige innerhalb eines Jahres den Pflegehelferkurs absolvieren. Pflegehelfer können sich dann hinterher weiterqualifizieren. Das sind die ersten Schritte in der Pflege, um wirklich eine Ausbildung dann zu machen. Man kann immer weitermachen, sich weiter qualifizieren. Ja, unsere Weiterbildungen sind zertifiziert von EDUQUA. Das ist ein schweizerisches Institut für Weiterbildung.